Njohës të çështjeve të drejtësisë janë optimist për një vendim lirues në rastin e ish krevëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, teksa Gjykata Speciale në Hagë ka pranuar dosjet përfundimtare nga prokuroria. Avokati i viktimave dhe ekipet mbrojtëse të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, raporton Ekonomia Online. Avokati Ardian Bayraktari tha se kjo fazë është vendimtare për procesin gjyqësor dhe se sipas tij dëshmitë e mbrojtjes kanë qenë relevante. Ajo që është e rëndësishme të theksohet është që kjo është fazë jashtëzakonisht e rëndësishme ku besoj palët e me thekë veçantë mbrojtja do të fokusohet te relevanca e dëshmive si dhe besueshmëria e deklaratave me thekë veçantë të dëshmitarëve. Në këtë drejtim vlerësoj që dëshmitarët e mbrojtjes kanë qenë jashtëzakonisht relevant, kanë qenë jashtëzakonisht të përgatitur, kanë qenë shumë persona të përfshirë në proces që i bën dëshmitar okular, për çka në bindjen time deklaratat e tyre jo vetëm që kanë shku në funksion të mbrojtjes, mirë po para se gjithash dhe në radhë të parë kanë shku në funksion të së vërtetës, përmes të cilës është konstatuar ajo që dihej që nga fillimi fakti që Ushtria Qendrore e Kosovës nuk ka pas një strukturë të hierarkisë me fytyrë komanduese, nuk ka pas mundësi të ushtrimit efektiv të kontrollit si dy prej elementeve esenciale për të konstatuar përgjegjësia komanduese, për çka në fakt ballafaqohen me këto akuza 4 e UÇK-s. Ndërkohë, avokati Arber Jashari u shpreh më i rezervuar për parashikime, por tha se sipas tij akuza nuk është vërtetuar. Mendoj që është jo serioze dhe askush nuk e din se si do vi fundi një procesi gjyqësor. Njerëz mund të flasin mbas të dëshirave dhe mund të jenë subjektiv, po gjithsesi unë si profesionist jam i bindur që nga ajo që kemi pa gjatë gjithë shërtimit kryesor nuk është vërtetuar asnjë pikë e këtij akuzës, por gjithsesi mbetet të shihet deri në përfundim të procesit gjyqësor, sepse ka pas shumë gjëra të cilat gjykata nuk i ka transmetuar si pasojë seancave të mbyllura për shkak të ruajtjes së identitetit të dëshmitarëve, dhe ajo që më tremb më shumë është që kjo gjykatë mund të treguhet subjektive, pra pavarësisht se në këndvështrimin tonë si profesionist nuk ka pasur, nuk është vërtetuar asnjë prej pikave të këtij akuzës për asnjë prej të akuzuarit, reagimet e gjykatës her pas here kanë jep me besu që mund të jetë subjektive dhe mund të jetë e anshme, gjë që përbën një frikë reale për fundin e procesit. Por nëse do të kishte drejtësi edhe nëse do të përdorshin ose të vishin në zbatim standardet më të larta të drejtësisë të gjykuarit, atëherë besoj që do të kishte një aktgjykim lirues për gjithë të akuzuarit. Sipas procedurës, fjalët përfundimtare të palëve priten të mbahen nga 9 deri me 18 të shkurtë, ndërsa pas përfundimit të tyre, procesi gjyqësor konsiderohet zyrtarisht i mbyllur. 4 të akuzuarit ndodhen në paraburgim në Hagë që nga nëntori i vitit 2020.